Pa do të ishte shumë kreative një finale Argentinë-Spanjë. Për shkak se ata nuk kanë rezerva themi taktik. Siç është kombëtari anglez e cila mund presë, mund presë ose mund t'i dalet, t'ja mbyll dhe t'ja hapësirën kombëtarës spanjolle, ndërsa te kombëtari Argjentinës se themi jemi të kalum në aspektin organizim, s'ka shumë themi milimetra disiplinore taktike, janë themi luaj futboll total. Te dy kombëtarët me përjashtim ajo e Spanjës, e cila shumë e disiplinum, ndërsa ajo Argentinës kemi futboll ku mund të ketë më shumë golla, nëse janë këto dy kombëtare, për shkak se posedojnë sulmues, posedojnë edhe futbollistat që finalizojnë në lojë, posedojnë edhe një ashtu mesfush siç thash, po edhe sulmues më të mirë që mund të japin më shumë golla dhe do të jetë një finale shumë e pritshme, e kërkuar për audiencën, për adhuruesit e futbollit, por edhe kombëtari angleze mund provojë diçka më të mirë, por mund të themi se shumë vështirë ta ketë me kombëtarën spanjoll.